Sahati i Vlorës nuk po tregon me orën e saktë. Akrepat e orës kanë ngecur sërish dhe nuk lëvizin prej ditësh. Pas funksionimit disa mujor pa pësuar defekt, sipas informacioneve, mekanizmat brenda tij kanë ngecur duke pësuar në këtë mënyrë defektin e radhës. Në simbolin historik të qytetit, ora momentalisht tregon 8:35 minuta dhe pavarësisht se koha ndryshon, akrepat qëndrojnë në vend dhe nuk lëvizin. Sahati i Vlorës, një objekt kulture, por gjithashtu një pikë referimi sociale e qytetit për të treguar kohën dhe një pikë orientimi në Vlorë sigurisht ka ngecur sërish. Akrepat e orës nuk punojnë duke qëndruar në të njëjtin vend tashmë prej ditësh. Për ta vërtetuar këtë gjë ju tregoj orën momentalisht, e cila shënon 10:41 minuta, ndërsa siç mund ta ndiqni nga pamjet në sahatin kryesor të qytetit, ora tregon totalisht ndryshe. Akrepat e orës nuk punojnë dhe nuk po vazhdojnë që të masin edhe kohën, çka tregon se sahati kryesor i qytetit ka ngecur sërish. Vlen të theksohet se 2 vitet e fundit, sahati kryesor i qytetit ka qenë mes defekteve të shumta, ku pjesën më të madhe të kohës nuk ka funksionuar. Defektet në mekanizmat e tij të brendshëm kanë bërë që akrepat e orës të ngecin shpesh dhe të jetë nevoja për të ndërhyrë. Është ndërhyrë në brendësi të mekanizmave për ta vendosur në funksion çdo herë që ka pasur defekt, por për shkak se është ndërtuar dekada më parë dhe pjesët përbërëse brenda tij janë të vjetra, simboli social i qytetit pëson shpesh defekte. Vlen të theksohet edhe fakti se megjithse është ndërhyrë për rehabilitimin e kullës së sahatit dhe markatës së vjetër të qytetit, vitet e fundit nuk ka pasur ndërhyrje apo investim për zëvendësimin e pjesëve përbërëse të sahatit.